Ka thënë Rasulullah alayhi salam, në qiell është mush qielli, nuk ka një plan vend, veçse në ta është një melek, ose është në kam, ose është në ruku, ose është në sejdë. Është mush qielli me numër të madh melaike, të adhuru Allahun azza wa jall. E ditën e gjykimit, ka thënë Muhamedi alayhi salam, kur shkojnë, thojnë nuk të kena adhuru ty sa e ke meritu ja Rabbel Alamin, veçse na nuk të kena ba shirk kur kanë. Do nuk të kena ba ortak partner kur kanë. Allahut azza wa jall. Ama ajo që ka po du me të thanë sot o musliman, a përshë çfarë adhurimi? La ya'sun Allah, nuk e kundërshtojnë Allahun azza wa jall kur, në to që ka i urdhëron Allahu azza wa jall. Në anën tjetër, nuk ka një hadith, ose nuk ka një ajet i cili flet se çfarë shpërblimi kanë me pas melaike. Do më thanë, a kanë mo shpërbly për këtë adhurim? Çështja është o musliman se melaike janë kriju për adhurimin e Allahut azza wa jall. E na jena mvesh me gjana që nuk na shtyn në adhurim. Për që ta dhe kur të bojmë në adhurim na, është për më shpërbly që ke mujt për vetës tane me nxjerr një hajër. Kjo është insani, i dopt, i paditur, zollëmqar, mohuesi Allahut azza wa jall. Kjo është insani këtu në vetit, tash me nxjerr prej vetës, në sala, në sadaka, në zeqat. Atëre, kjo është ajo për cilën Allahu azza wa jall shpërblen. Do më thënë, na shumë ma pak se melaike falmi, shumë ma pak se melaike e adhurojmë Allahun azza wa jall, edhe e kem këtë shpërblim. Allahu azza wa jall na bëf prej muslimanëve të mirë.